E kjo është beslidhja nga ana ime me ta, kur të heq mëkatet e tyre. Nga njëra anë, lidhur me ungjillin, ata janë armiq për hatrin tuaj. Nga ana tjetër, lidhur me zgjedhjen, ata janë të dashur për hatër të etërve, sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndis janë të pakthyeshme. Se sikurse ju më parë nuk i bindeshit Perëndis, por tani u mëshiruat për shkak të mosbindjes së tyre, kështu edhe këta tani nuk u bindën me qëllim që për shkak të mëshirës ndaj jush, edhe ata tani të mëshirohen. Se Perëndia i ngujoi të gjithë në mosbindje me qëllim që t'i mëshirojë të gjithë. O thellësi, pasurie dhe urtësie dhe njohurie të Perëndisë, sa të padepërtueshme janë gjykimet e tij, dhe sa të pagjurmueshme udhët e tij. Se kush e njohu mendjen e Zotit, apo kush u bë këshilltar i tij, apo kush i dha më përpara atij dhe ai të marrë shpërblim, se prej tij dhe nëpërmjet tij dhe për të janë të gjitha. Atij i qoftë lavdia në shekuj. Amen. Le të lutemi përpara se të mund të shikojmë se çfarë shkruan Pali. Ati ynë dhe Perëndia ynë, faleminderit për mëshirën tënde kaq të mrekullueshme që tregon hir dhe dashuri ndaj nesh. Nuk na jep atë që meritojmë, por shumë herë më shumë na jep shpëtim në birin tënd. Faleminderit për këtë dhuratë të çmuar. Faleminderit që ke hapur sytë e gjithë secilit prej të zgjedhurve të tu që janë në këtë dhomë. Zot, të lutem për këtë mesazh, të lutem për fjalën tënde që të mund të nxjisë zemrat e shenjtorëve të tu, të zgjedhurve të tu, dhe ata që nuk ende të njohin ty, por ti ke zgjedhur për shpëtim. O Zot, lutem për shpëtimin e tyre, që zemrat e tyre nëpërmjet këtij pasazhi shpresë të mund të hapen. Të lutem për emrin tënd që vetëm ai të mund të marrë nder dhe lavdi, siç i gjithë shkrimi është për nderin dhe për lavdinë e emrit tënd. Në emrin tënd të çmuar më lutem. Amen. Shpresa është fjala që në këto 2 javë të fundit ka qarkulluar shpesh në rrjetet sociale. Njerëzit janë duke thënë, këta që dalin në shesh janë shpresë për kombin. Mbase do të ketë një ndryshim, do të vi një ndryshim dhe kemi shpresë që do të bie kjo qeveri e korruptuar dhe do të vi një qeveri e re, ku do kemi shpresë që gjithçka do të jetë mirë, që gjithçka do të jetë okay, do të ketë drejtësi më në fund. Kjo është shpresa që njerëzit po presin dhe kjo është shpresa për të cilin po flasin. Por harrojnë që 30 vite më parë, ose 35, varet sa mund të jetë eksaktësisht, të njëjtën shpresë kishin edhe disa studentë që filluan u grumbulluan për të rrëzuar një regjim që nuk po siguronte mënyrën e tyre të jetesës që ata kërkonin. Madje para tyre të njëjtën gjë bën edhe disa të tjerë kur sollën këtë regjim që e quajmë regjimin komunist. Shpresë kërkon njeriu dhe e vë tek njeriu, por harron që historia gjithmonë ka për të përsëritur, për shkak sepse njeriu është mëkatar, njeriu kërkon vetëm atë që do, shikon veten e vet dhe do të arrijë ku ai do. Por shpresa e vetme që fjala e Perëndis na tregon gjendet vetëm tek Krishti. Shpresa e vetme që ne kemi është tek ai. Se si mund të rregullohet Shqipëria? Zoti Jezus është i vetmja përgjigje, nuk ka as edhe një përgjigje tjetër. Ai është shpresa e vetme dhe për ne, të cilët i besojmë atij, ne kemi shpresë në një vend më të mirë që ka për të ardhur, dhe ajo është mbretëria që ai ka për të sjellë, me një mbret të pakorruptuar, me një mbret të drejtë dhe të përsosur. Dhe kjo është shpresa për të cilën shohim dhe këtu. Shpresë të cilën Izraeli ka për ta marrë së shpejti. Izraeli sot ka vënë shpresën në gjërat e gabuara, sot e ka shpresën në drejtsinë e vet. Të gjitha ata që janë, mund të shikoni në pamjen e internet, që janë tek ai muri i famshëm i Lotëve ku ka qenë tempulli dikur, që janë duke u falur, janë kaq të dedikuar, janë vetëse me shpresë të kotë, janë duke adhuruar idhull. Nuk është
Bibla të cilën ata besojnë, është idhull, nuk është Perëndia i Biblës të cilën ata i besojnë, por është një idhull që kanë krijuar për shkak që të mund të përmbushin atë që ata duan. Dhe shpresa e vetme që është për ta dhe për ne është shpëtimi në çlirimtarin e ardhshëm. Dhe po vjen dita kur kjo do të ndryshojë për popullin e Izraelit, po vjen dita ku gjithë Izraeli ka për të shpëtuar. Në kapitullin e 11, ne deri tani kemi parë pyetjen që nisi Pali, po them pra mos e hodhi poshtë Perëndia popullin e tij. Dhe ne pam që kjo nuk ka për të ndodhur, nuk ka ndodhur dhe nuk ka për të ndodhur, për shkak sepse Perëndia në çdo kohë ka patur një mbetje në çdo brez të popullit të Izraelit. Radhën e kaluar, nga vargjet 11 deri në 24 ne pam shartimin e kombeve në ullirin e Izraelit. Pam se si Perëndia e preu këtë ullishtë e mosbesimi dhe futi ullishtën e kombeve, ullishtën e egër të besimit. Dhe sot ne shohim 3 gjëra. Nga vargjet 25 deri në 27 ne do të shikojmë që Izraeli do të shpëtohet. Nga vargjet 28 në 32 Izraeli dhe kombet për mëshirën e Perëndisë, dhe në vargjet 33 deri në fund të kapitullit 36, pra 11:33 deri vargu 36, shikojmë që teologjia nxit doksologjin. Dhe do të shikojmë pak se çfarë do të thonë këto gjëra. Së pari, Izraeli do të shpëtohet, vargjet 25 deri në 27. Dhe Pali e nis, sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të paditur për këtë mister. Me këtë mënyrë se si apostulli e nis vargun është një tregues i zemrës së Palit, tregon zemrën prej bariu që ai ka, që ai po udhëzon delet që Perëndia i ka besuar, po i udhëzon, nuk do që ata të jenë të paditur për diçka dhe është duke i udhëzuar në rrugën e Perëndisë, në udhën e Perëndisë. Dhe gjithmonë kur Pali e përdor këtë gjë, është përdorur si hyrje për diçka të rëndësishme. E pam tek Romakët, te kapitulli i parë, përdoret tek 1 Korintasit 10, te 1 Thesalonikasit 4, Pali gjithmonë e përdor këtë frazë, nuk dua o vëllezër që ju të jeni të paditur, për të treguar diçka që ata nuk dinë, për t'i ndihmuar në udhën e tyre. Pse Pali thot këtë gjë? Nuk dua o vëllezër që ju të jeni të paditur për këtë mister. Arsyeja është sepse që të mos mbajnë veten për të mençur. Tek Romakët 12:16, te fjalët e urta 3:7, fjala e Perëndisë na thotë mos që t'i besojmë Perëndisë në gjithçka, të mos mbajmë veten tonë për të mençur. Pali shkurt po ju thot kombeve, kishës në Rom dhe ne në të njëjtën kohë, mos u krenoni, mos u krekosni se ju jeni të shpëtuar, se Perëndia e preu këtë degë, sepse si tha në vargjet 24, sepse nëse këta që janë origjinal u prend, po ti nëse nuk beson, edhe ti ke për t'u prerë, mos u krekos që ti je këtu dhe ata nuk janë, por kjo duhet të sjellë për ulësi në zemrën tonë. Për këtë mister, kjo është çka Pali do që t'i bëj të ditur, për këtë mister. Çfarë është ky mister? Në dhjetën e vjetër dhe në kohën e tempullit të dytë, që i bie në shekullin e parë dhe më përpara, si fjalë gjithmonë është përdorur për elementet e fshehura të Perëndisë, për gjërat e fshehta të Perëndisë që ai ende nuk na i ka zbuluar. Dhe këtu tani më Perëndia i ka zbuluar. Dhe çfarë është ky mister? Po nëse vazhdojmë lexojmë vargun e kuptojmë se Izraelit i ka ndodhur një ngurtësim i pjesshëm derisa të ketë hyrë plotësia e kombeve. Po pse është kjo mister, mund të themi ne? Po sepse për dikë që ishte në dhjetën e vjetër, kjo ishte diçka shumë e çuditshme. Ai do të thoshte, Perëndia do të pres degën e Izraelit dhe do të marrë kombet paganët, ata që adhurojnë idhuj, Zoti do ta bëjë këtë gjë? S'ka për të ndodhur, thoshte dikush në dhjetën e vjetër, sepse ishte mister që Perëndia ende nuk e kishte zbuluar. Misteri, shohim 3 gjëra për këtë mister.
E para është që Izraeli i ka ndodhur një ngurtësim i pjesshëm. Shohim që kombet kanë për të shpëtuar dhe në fund, pasi kjo derë të mbyllet për kombet, gjithë Izraeli ka për të shpëtuar. Është interesante pak të shikojmë vetëm për pak çaste këtë ngurtësimin e pjesshëm. Tregon që është për një farë kohe derisa të ketë hyrë plotësia e kombeve. Dhe është grupi që na përmendet tek vargu i 7. Tek vargu i 7 thot Pali, çfarë atëherë, atë që Izraeli e kërkon nuk e arriti, por të zgjedhurit arritën, ndërsa të tjerët u ngurtësuan. Këta që janë ngurtësuar në kohën e Palit janë këta që në të ardhmen, që ende janë sot të ngurtësuar, ka për t'ju ngurtësuar zemra e tyre. Sepse tek vargu 23 thot, por edhe ata, në lidhje me këta që janë të ngurtësuar, po të mos vazhdojnë në mosbesim, do të shartohen, sepse Perëndia është i fuqishëm për t'i shartuar përsëri. Dhe ky shartim, siç e shikojmë nga ky pasazh, ka për të ndodhur në një kohë të ardhshme. Dhe vargu 23, siç e lexuam, e mbështet këtë gjë. Ky shartim, kur ka për të ndodhur? Derisa të ketë hyrë plotësia e kombeve. Derisa, çfarë do të thotë të ketë hyrë gjithë plotësia e kombeve? Që të gjithë të zgjedhurit në kombe të pendohen dhe të besojnë. Ne kemi parë tek Efesianët dhe në vende të ndryshme që Perëndia ka zgjedhur ata që do të vinë në shpëtim që përpara themelimit të botës. Dhe për kombet, Perëndia ka një numër të caktuar, siç ka për Izraelin, por edhe për kombet ka një numër të caktuar se kush do të hyjë në shpëtim. Dhe dera për kombet tashmë është e hapur. Është e hapur që ky numër kaq i madh që është i zgjedhur ka për të ardhur derisa personi i fundit të vijë në shpëtim, ka për të qenë dera e hapur, dhe pasi kjo derë të mbyllet, ka për të hapur dera e Izraelit. Kur ky numër të plotësohet, gjithë Izraeli ka për të ardhur në shpëtim. Më pas thot, derisa të ketë hyrë. Edhe kjo është diçka e rëndësishme, sepse çfarë do të thotë të ketë hyrë? Unë e përmenda shpëtim, por nga e dim ne që është për shpëtim. Gjithçka ndodh tek ungjit. Nëse kthejmë vëmendjen tek ungjit, Zoti Jezus e përmend shpesh këtë gjë. Tek Luka, po marrim një shembull, kapitulli 18, vargu 17, Zoti Jezus thot: "Me të vërtetë po ju them, cili do që të mos e pranojë mbretërinë e Perëndis, si një fëmijë nuk do të hyjë fare." Gjithmonë përmendet që në kontekstin që personi që hyn në mbretërinë e Perëndis, dhe kjo është hyrje për shpëtim. Dhe si e pranon si një fëmijë? Kur dikush beson si besimi një fëmije, që fëmia beson pa dyshuar, beson me të vërtetë. I gjithë Izraeli. Dhe kështu i gjithë Izraeli do të shpëtohet. Është një frazë që në shekuj kanë nxitur debate. Çfarë do të thotë i gjithë Izraeli? A është i gjithë Izraeli për kombet dhe mbetjen e Izraelit, pra jemi një Izrael i gjithi? A është gjithë hebrejnë që kanë jetuar dhe kanë vdekur? Apo është gjithë Izraeli, çdo izraelit që do të jetë gjallë në atë ditë? Për të parën, nëse është gjithë Izraeli përfshin këtë mbetje bashkë me kombet, nuk është e mundur për shkak sepse në kontekstin që ne shohim është duke folur për kombin e Izraelit. E dyta, a është gjithë Izraeli pra të gjallë dhe të vdekur që kanë për të shpëtuar? Edhe kjo është e pamundur, sepse fjala e Perëndis na tregon shumë qartë që kur dikush vdes, nuk ka më mundësi shpëtimi për të, që do të thotë ka mundësi të jetë kjo e treta. Le të kthejmë pak mendjen, siç edhe Pali na ka mësuar që ne ta bëjmë, siç është shkruar. Le të shikojmë pak Zakarian, kapitullin e 12, vargjet 11 deri në fund. Dhe për kontekst, çfarë është duke ndodhur, Zakaria si emër do të thotë Perëndia nuk harron, dhe si në të gjithë librin është duke i kujtuar popullit të Izraelit që nuk ka për të harruar premtimet e bëra. Dhe në kapitullin e 12 ne shohim që Perëndia shpëton Izraelin fizikisht, por edhe shpirtërisht. Fizikisht, sepse është rrethuar nga gjithë kombet
e botës për ta pushtuar dhe është vetë Perëndia që ka për ta shpëtuar, ende nuk ka ndodhur, por do të ndodhë kjo gjë. Dhe pjesa e dytë, që shohim nga vargjet 11 deri në 14, është shpëtimi shpirtëror i Izraelit. Ata fillojnë dhe kuptojnë Perëndia hap sytë e zemrave të tyre nëpërmjet hirit të tij, që ata të mund të kuptojnë se çfarë kanë bërë, kanë kryqëzuar Mesian e tyre, shpëtimtarin e tyre të vetëm. Zakaria shkruan për këtë ditë që është ende e ardhshme për ne. Atë ditë në Jeruzalem do të ketë pikëllim të madh, i ngjashëm me pikëllimin e Hadad Rimonit në luginën Megido. Dhe vendi do të pikëllohet, çdo familje për vete, familja e shtëpisë së Davidit për vete, bashkëshortet e tyre për vete, familja e shtëpisë së Natanit për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete, familja e shtëpisë së Levit për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete, familja e Shimeit për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete, të gjitha familjet e mbetura, secila për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete. Tani e lexuam këtë dhe ju mund të thoni, po mirë, ne pam ca emra, familje këtyre, gratë e këtyre njerëzve, ku del këtu që gjithë Izraeli ka për të shpëtuar? Nga e dim ne çfarë janë këtu? Davidi thuhet këtu, ishte mbret, Natani djali i Davidit, Levi prift. Çfarë do të thotë kjo? Shumë e thjesht për tu parë. Familja e shtëpisë së Davidit, linja mbretërore. Familja e shtëpisë së Natanit, përsëri linja mbretërore. Familja e shtëpisë së Levit, linja priftërore. Familja e Shimeit, linjë priftërore përsëri. Pra, po thotë që linja mbretërore, këta që janë në pushtet, pushtetarët kanë për të ardhur në shpëtim. Të mençurit, të diturit, priftërinjt, këta kanë për të ardhur në shpëtim. Të gjitha familjet e mbetura, nuk përmendën ndonjë familje mbase ca mbiemra të tjerë që ju nuk i dini, të gjithë familjet e mbetura kanë për të ardhur në shpëtim. Po mirë, do të thotë që vetëm burrat edhe disa të tjerë, sepse kur përmendet familja e shtëpisë, do të thonë ky është kreu, ky dhe këta. Jo, thot Zakaria, nuk na lë që të pyesim, sepse thot, ja një shembull, familja e shtëpisë së Davidit për vete, bashkëshortet e tyre për vete. Duke bërë përmendjen e bashkëshorteve, do të thotë që çdo antar i këtyre familjeve ka për të kuptuar këtë ditë. Çfarë ka për të kuptuar? Vargu 11, do të ketë pikëllim të madh atë ditë. Vargu 10, do të derdhë mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit frymën e hirit dhe të përgjërimit, dhe ata do të vërshtrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therrur, do të pikëllohen për të, ashtu si pikëlloheshin për një bir të vetëm, dhe do të hidhërohen shumë për të, ashtu si hidhërohesh fort për një të parëlindur. Atë ditë çdo person që është pasardhës i Abrahamit, atë ditë ka për të ardhur në shpëtim. Atë ditë kanë për të kuptuar çfarë kanë bërë. Ata ishin këta që humbën mundësinë e shpëtimit. Këta vranë shpëtimtarin, por Perëndia në hirin dhe mëshirën e tij hapi sytë e zemrave të tyre që të mund ta njohin atë. Atë ditë çdo antar i popullit të Izraelit ka për tu shpëtuar, që është i gjallë, jo i vdekur, por i gjallë. Më pas pali në vargun 26 dhe të kthehemi tek pasazhi jon, shkruan: dhe kështu i gjithë Izraeli do të shpëtohet, ashtu siç është shkruar, ai që të çliron do të vijë prej Sionit, ai do të largoj papërshpirtërit nga Jakobi, dhe kjo është beslidhja nga ana ime me ta, kur të heq mëkatet e tyre. Nga këto dy pasazhe, në këto dy vargje, Pali ka marrë nga 3 pasazhe në Dhjetën e Vjetër, nga Isaia 59 vargu 20, Jeremia 31 dhe Isaia 27. Dhe të kuptojmë pak çfarë po ndodh këtu. Thotë çliruesi do të vijë prej Sionit. Në kontekstin tek Isaia është duke folur për vetë Perëndin, që ai do të vijë dhe ai do të çlirojë, dhe këtu është vetë Krishti që do të vijë prej Sionit dhe do të shpëtoj. Prej Sionit nuk është një referencë e vendit të lindjes. Në Dhjetën e Vjetër nuk përmendet kur që Krishti lindi në Jeruzalem. Lindi, na përmendet, vjen prej Galiles, prej Nazaretit, përmend që Krishti vjen prej
Egjiptit, por kur nuk na thot prej Jeruzalemit ose prej Sionit, sepse qyteti i Jeruzalemit është ndërtuar në kodrën e Sionit. Kur nuk përmendet që do të vi prej Sionit në herën e tij të parë. Por çfarë do të thotë atëherë në kjo? Që ai është duke ardhur, ka për të ardhur prej Jeruzalemit të ri, siç e lexuam tek zbulesa në fillim të takimit, ka për të ardhur prej Sionit, do të vi shpëtimi prej Jeruzalemit të ri, ka për të ardhur mbreti i mbretërve për të shpëtuar popullin e tij, popullin e Izraelit. Thot, ai do të largojë pa përshpirtërit nga Jakobi. Në atë ditë, Isaia 59 na thot që çliruesi do të vi tek ata që janë kthyer nga mëkatet e tyre. Dhe tek romakët, apostulli tregon që është ky shpengues, pra Zoti Jezus, që çliron, që largon mosbesimin, pa përshpirtëmërinë dhe pa perëndishmërinë prej Jakobit, prej Izraelit. Siç edhe Ezekieli 36 na tregon që është vetë Perëndia që bën këtë ndryshim, këtë operacion hynor në zemrat e njerëzve. Vargu 27, dhe kjo është beslidhja nga ana ime me ta. Tek Jeremia 31 para 2 javësh e pam këtë, që premtimi i bëhet i kësaj beslidhje me shtëpinë e Izraelit, dhe ne pam që Perëndia do të vinte dashurinë e tij në ta, do të shkruaj ligjin e tij në zemrat e tyre, dhe ata do të njohin Perëndin, sepse ai ka për t'ju falur paudhësitë dhe mëkatet e tyre ka për t'i harruar. Të njëjtën gjë Perëndia përmend tek Isaia 27. Izraeli do të jetë një hardhi e frytshme, sepse mëkati i tyre u hoq. Në këto dy vargje, pra vargjet 26 dhe 27 tek romakët, Perëndia ne shohim vepron. Ai është ai që vjen, është ai që çliron nga mëkati, është ai që rikujton beslidhjen e premtimit të tij, dhe është ai që u heq mëkatin. Shpengimtari shihet në veprim. Është ai që do të sjellë shpëtim Izraelit. Ai do të vijë prej Sionit për të shpenguar popullin e Izraelit. Nga vargjet 28 deri në 32 ne shohim një marrëdhënie mes Izraelit dhe kombeve. Dhe fjala më e përmendur në këto 4 vargje është mëshira e Perëndisë. Nga njëra anë, lidhur me ungjillin, ata janë armiq për hatrin tuaj, nga ana tjetër, lidhur me zgjedhjen, ata janë të dashur për hatër të etërve. Në vargu 28 dhe 29, Pali ka në fokus Izraelin. Është duke thënë në dy pamje, sipas ungjillit dhe sipas zgjedhjes. Sipas ungjillit, çfarë janë? Janë armiq. Izraeli që ka armik me Perëndin? Po, Romakët 5:10 na tregon që kush nuk ka Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tij, është armik përpara Perëndisë. Ata janë armiq me Perëndin sepse janë pa Krishtin. Shikon si vazhdo. Janë armiq, pse janë armiq? Për hatrin tuaj. Çfarë do të thotë kjo për hatrin tuaj? Tuaj janë kombet. Janë në këtë pasazh i letrës drejtuar romakëve dhe në të njëjtën kohë na drejtohet dhe ne sot. Për hatrin ton, këta janë armiq me Perëndin. Dhe në vargun 30 shkruan se sikurse ju më parë nuk i bindeshit Perëndis, por tani u mëshiruat për shkak të mosbindjes së tyre. Dhe do ta shohim, nuk dua që ta tregoj kaq shpejt çfarë na tregon vargu 30. Por janë për hatrin ton janë armiq me Perëndin. Pika e dytë na tregon që sipas zgjedhjes janë të dashur. Ligji për të rirë 4:31 thot, sepse Zoti, Perëndia yt, është një Zot mëshirëplot. Ai nuk të ka braktisur dhe nuk do të shkatrojë, nuk do të harrojë beslidhjen për të cilën ju betua etërve të tyre. Izraeli përpara Perëndisë është i dashur për shkak të beslidhjes që Perëndia bëri me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin.
për hir të etërve. Këta janë etërit të cilit Pali përmend këtu. Tek Psalmi 105, vargje 8 deri në 11, psalmisti shkruan: ai mban mend, pra për Perëndin, për jetë beslidhjen e tij dhe për 1000 breza fjalën e komanduar prej tij. Beslidhjen që lidhi me Abrahamin dhe betimin që i bëri Isakut, që i konfirmoi Jakobit si statut të tij dhe Izraelit, si një beslidhje të përjetshme, duke thënë: unë do të jap vendin e Kanaanit si pjesë të trashëgimisë sate. Tani do lind pyetja, dhe është normale që kjo pyetje të lindi. Do me thënë Izraeli ne na shpëtohet për shkak të etërve. Këta pas kanë një favor para Zotit që shpëtohen për shkak sepse kanë para ardhës Abrahamit. Jo, Pali e zgjidhi këtë në Romakët kapitullin e 2, duke na treguar që nuk ka anësi tek Perëndia. Ai ama nuk e prish fjalën e dhënë, është një Perëndi që nuk gënjen. Ai bëri një beslidhje me etrit dhe atë ka për të mbajtur deri në fund. Po pse? Sepse dhuntit. Çfarë janë këto dhuntit? E pam te kapitulli 9, tek vargjet 4 deri në 5, të cilët janë izraelit dhe të cilëve u përkasin birësimi dhe lavdia dhe beslidhjet dhe ligjdhënia dhe shërbesa e kultit dhe premtimet, të cilëve janë etrit dhe prej të cilëve erdhi Krishti sipas mishit, ai që është mbi të gjitha gjërat, Perëndi i bekuar në shekuj. Amen. Dhe më pas shohim për thirrjen, pra dhuntit dhe thirrja e Perëndisë. Thirrja është në lidhje me thirrjen efektive të Perëndisë në shpëtim. Dhe këto dhuntit ose dhuratat dhe thirrja, këto janë të pakthyeshme. Si fjalë është një fjalë ligjore që nuk mund të ndryshojë, nuk mund të prishet kontrata tashmë. Ka për të përmbushur premtimi i bërë. Më pas kemi 30 deri në 32-shin dhe këtu na shfaqet shumë të dashur mëshira e Perëndisë. Sepse Pali shkruan se sikurse ju më parë nuk i bindeshit Perëndisë, por tani u mëshiruat për shkak të mosbindjes së tyre. Ju, siç e përmendëm më parë, flitet për kombet, dhe na thotë që ju nuk i bindeshit Perëndisë. Efesianët kapitulli 2 nga vargjet 1 deri në 4 na e bën këtë të qartë duke na thënë që ju, mos e themi kot gabim, sepse është shumë e rëndësishme, dhe ju megjithse ishit të vdekur në shkelje dhe mëkatet tuaja, në të cilat ecët më parë sipas rendit të kësaj bote, sipas kreut të pushtetit të ajrit, të frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, ndër të cilët edhe ne të gjithë jetuam më parë në dëshirimet e mishit ton, duke bërë vullnetet e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre fëmijë të zemërimit, si edhe të tjerët. Pali thotë që ju nuk i bindeshit Perëndisë, ju, kombet, ju u mëshiruat. Çfarë do të thotë fjala mëshirë? Fjala mëshirë do të thotë që ti nuk merr atë që të takon. Po çfarë na takonte ne? Po bëhet e qartë në të gjithë fjalën e Perëndisë që ne pa Krishtin jemi armiq të Perëndisë, ne kemi mëkatuar ndaj tij dhe para tij ne na pret ky dënim i përjetshëm, kjo ndarje e përjetshme nga Perëndia. Pasoja e mëkatit, paga e mëkatit është vdekja. Dhe një ndarje e përjetshme nga Perëndia, por Perëndia tregon mëshirë ndaj kombeve. Pse? Përgjigjen e gjejmë duke vazhduar duke lexuar, për shkak të mosbindjes së tyre. Pse ju tregua kjo mëshirë kombeve? Për shkak sepse populli i Izraelit nuk ju bind Perëndisë. Ata thyen beslidhjen me Perëndin. Dhe tani më, kjo që Pali na tregon tek Efesianët kapitulli 3, Pali shkruan, vargu 6, që kombet të jenë
bashkë trashëgimtar dhe një trup i përbashkët dhe bashkë pjesëtar të premtimit në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Kjo ishte e pakonceptueshme për një besimtar në dhjetën e vjetër. Si mund të thoshte ai që Perëndia që ka bërë beslidhje me Izraelin të marrë dhe të shpëtojë, të bëjë një popull nëpërmjet kombeve? Si është e mundur? Mëshira e Perëndisë është përgjigja. Mëshira ju ofrua kombeve. Pse? Për shkak të mosbindjes. Ne nuk ishte bërë beslidhje Perëndia me kombet. Beslidhja e vetme ishte bërë me Izraelin. Perëndia i kishte bërë beslidhje Izraelit. Ty, unë kam për të shpëtuar. Por Izraeli për shkak të mosbindjes ngurcoi zemrën e vet, karshi Perëndis, dhe Perëndia tha, unë kam për të shpëtuar kombet, ju do bëheni xhelos për këtë gjë, dhe më pas unë për shkak të hirit, dashurisë dhe mëshirës sime kam për t'ju shpëtuar edhe juve përsëri. Në vargun 31, më pas na kthehet vëmendja tani tek populli i Izraelit. Kombet janë shpëtuar për shkak sepse këta nuk u bindën, për shkak të këtyre ne na është treguar mëshirë. Po për Izraelin atëherë, kështu edhe këta tani, pra Izraeli, nuk u bindën. Pse? Me qëllim që për shkak të mëshirës ndaj jush, edhe ata tani më të mëshirohen. Mosbindja e tyre është e dukshme, sepse ata e kanë mohuar Mesian, Zotin dhe shpëtimtarin e vetëm, Zotin Jezus, për 2000 vjet me radhë. Kanë 2000 vjet që e mohojnë atë si shpëtimtarin e tyre. Dhe Izraeli si kombet, siç edhe ne ishim dikur të pabindur, edhe Izraeli është i pabindur ndaj Perëndisë. Dhe çfarë shohim ne këtu në këto dy vargje? Që siç ju tregua mëshirë ullirit të egër, kështu do t'i tregohet dhe ullirit natyral. Ai ka për ta përmbushur beslidhjen e tij. Dhe te vargu 32, Pali thot se Perëndia i ngujoi të gjithë në mosbindje me qëllim që të mëshirojë të gjithë. Kush janë këta të gjithë? Po e pam vargje 30 ishin kombet, ne, dhe vargje 31 është Izraeli, të gjithë, si hebrejnë dhe jo hebrejnë, të gjithë Perëndia i ka ngujuar në mosbindje. Çfarë do të thotë kjo ngujoi? I ka mbyllur gojen. Në Galatasit 2, kapitulli 2, vargjet 22 deri 23, Pali ju thot, 3, 22, 23, thot, por shkrimi i ngujoi të gjithë në mëkat, me qëllim që premtimi prej besimit në Jezu Krishtin t'u jepej atyre që besojnë. Por para se të vinte besimi, ne ruheshim nën ligj, duke qenë të ngujuar për besimin që duhej të zbulohej. Perëndia njerëzit, si hebrejnë, si jo hebrejnë, i ka zënë shamat. Çfarë do të thotë që na ka zënë shamat? Kur je shamat, nuk ke ku ikën. Mbreti është zënë në cep, çfarëdo lëvizje që mbreti mund të bëjë, ka për tu kapur dhe loja mbaron. Dhe njeriu, si hebre, si jo hebre, përpara Perëndisë është shamat. Hebreu nuk mund të shkojë te ligji dhe thotë, shiko Zot, unë po e mbaj ligjin, edhe do të më shpëtosh, ose unë kam paraardhës Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Jo, e thot Perëndia, nuk ka pa anësi tek mua. Kush shkel një copë të ligjit e ka shkelur të gjithë. Nuk të bën se vjen për Izraelit, thot Pali. Edhe kombet nuk justifikohen, te kapitulli 2 kombet justifikohen nga padituria, po ne nuk e dim që kjo ishte kështu. Perëndia i thot të dy si kombet, si Izraeli, jeni të dy të pabindur. Dhe të dy jeni në nevojë të një shpengimtari, të dy në nevojë të shpëtimit. Dhe i gjithë kjo me qëllim që të mëshiroheshim. Tek Jeremia 31 dhe tek Isaia 27 që pam pak minuta më parë, pam që kjo ishte beslidhja nga ana ime me ta, thot fjala e Perëndis, kur të heq mëkatet e tyre, ka për të hequr mëkatet e Izraelit, po për jo hebrejt, jo po për Po le të vazhdojmë pak, lexuam deri te vargu i 3 te kapitulli 2 të Efesianëve që pam që ishim të vdekur në shkeljet dhe në mëkatet. Po çfarë ndodh më pas? Por Perëndia, duke qenë i pasur në mëshirë,
për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe pse ne ishim të vdekur në shkeljet tona, na bëri të gjallë me Krishtin, me anë të hirit jeni të shpëtuar. Me qëllim na vuri shamat që mund të dukej hiri dhe mëshira e tij për kombet dhe për popullin e Izraelit. 4 vargjet e fundit janë është diçka për të marrë kohë më vete, sepse është kaq e thellë çfarë gjendet në këto pasazhe, por fatkeqësisht për shkak të kohës son të limituar, do të na duhet ta shohim pak shpejt. Fjala e këtu ne shohim që teologjia nxit doksologjin. Çfarë do të thotë fjala doksologji? Do të thotë që jep adhurim, që ti ke marrë këtë teologji, pra fjalë të Perëndis, ke kuptuar këtë gjë dhe tani e kthen në adhurim. Një teologji e pasur, çfarë është përgjigja e duhur? Është një adhurim nga një zemër e përulur. Nuk është i drejtuar nga ndjenjat pali këtu. Arsyeja pse ky bie në adhurim në këto 4 vargje është për shkak sepse në këto 11 kapituj dhe sidomos tani në fund fjalës së Perëndis, gjithë kjo që Perëndia ka treguar mëshirë ndaj nesh, që as pak nuk e meritojmë, Perëndia ka treguar këtë ndaj nesh, është diçka që sjell çdo kënd dhe vet apostullin në gjunjë përpara Perëndis. Nuk drejtohet nga ndjenjat pali se është muzika e qetë, e bukur dhe fillon lëviz duart edhe bie o thuash ti ky çfarë si ka ndodhur këtij. Jo, nga vetë fjala e Perëndis është mbushur shpirti i tij, nuk po arrin ta konceptoj dot se si një Zot i shenjtë i drejtë tregon dashuri dhe mëshirë ndaj një mëkatari si unë, thot pali, si ne. Si mund ta tregoj Perëndia këtë? Për shkak të hirit të dashurisë në Krishtin, shpëtoi dhe në Krishtin ne mund të jemi me të. Pali s'ka ç'bën më, bie komplet në adhurim. Dhe nis, o thellësi, pasurie dhe urtësie dhe njohurie të Perëndis. O thellësi, pasurie. Në Dhjatën e Re, kjo thellësi e pasurisë na përmendet me mbiemra të ndryshëm, na thuhet thellësi e pasurisë së hirit, thellësi e pasurisë të lavdisë, thellësi e pasurisë së mirësisë së tij dhe gjithashtu dhe në Dhjatën e Vjetër, në psalmet, na flet për pasurinë e hirit, e mëshirës, së dashurisë dhe mirësisë së Perëndis kudo, sepse pasuria e tij është e pafundme. Thellësi, urtësie. Efesianët dhe Kolosianët 2:3 na tregojnë që në Krishtin është kjo urtësia e Perëndis, vetëm në Krishtin ndodhet urtësia e tij, dituria e tij. Urtësia e tij, fjala e Perëndis ne na dëshmon që është e përsosur. Urtësia e tij është e pagabueshme dhe është e paperceptueshme. Dhe thellësi e njohurisë së Perëndis. Psalmi 139 shkruan psalmisti, psalmi Davidit, tek vargu 6, njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arrit ta kuptoj. Davidi është duke thënë, po ushqen veten me fjalën e Perëndis, po fillon të zë pak atë cipën e sipërfaqes, po e kruan me lopat dhe teksa po arrin ta kuptoj, fillon dhe arrin. Unë se kuptoj do këtë të vërtet kaq të madhe, sa i madh dhe i përjetshëm është Perëndia, sa e thellë është njohuria e tij. Ai di gjithçka në mënyrë të përsosur dhe në mënyrë të përjetshme. Asgjë nuk e surprizon Perëndin se hodha unë këtë orën dhe ra bum. Nuk e surprizon Perëndin se dikush shkon dhe vret. Nuk ka asgjë që surprizon atë. Gjithçka është pjesë që ai e ka lejuar dhe pjesë e planit të tij. Sa të padepërtueshme janë gjykimet e tij, dekretet dhe qëllimet e Perëndis janë përtej limitit ton të perceptimit. Është e pakuptueshme për ne se pse Perëndia do të na shpëtonte ne. Pse vallë? Pse ka Perëndia nevojë të na shpëtojë ne? Do ta shikojmë që askush si ka dhënë borxh Perëndis. Pse duhet na shpëtojë ai ne? Se kuptojmë dot, është kaq e paperceptueshme për një mendje të limituar si e jona. Urtësia e tij është shumë e thellë dhe shumë e lavdishme për mendjen tonë të limituar.
Sa të pagjurmueshme janë udhët e tij, thot Pali. Nuk janë djeg dot gjurmët. Policët marrin qenë K9 në vende të ndryshme që të gjurmojnë ku vete hajduti ose dikush për ta gjetur. Nuk e bën dot këtë gjë me Perëndin. Është e pamundur. Veprimet e tij përgjatë gjithë historisë janë për te aftësison për t'i ndjekur. Ne thjesht mund të shohim efekte të ndryshme që kanë në histori ose edhe në jetën tonë, plani i tij, por kur nuk mund të gjurmojmë plotësisht rrugën e tij për të thënë që është e sigurt që në këtë rrugë ka ecur, sepse nuk e gjurmojmë dot, është e pagjurmueshme udha e tij. Dhe kthehet në dhjatën e vjetër Pali, duke marrë nga Isaia 40 dhe bën pyetje: kush e njohu mendjen e Zotit? Ka ndonjë që del vullnetar për të thënë: unë e njojta vullnetin e Zotit, unë e di mendjen e tij, unë e di këtë gjë. Ka dikush që mund të thotë këtë gjë? Jo, nuk ka. As edhe një qenie e krijuar nuk mund të thotë që unë kam njohur mendjen e Perëndis. Askush nuk mund të jap një përgjigje pozitive ndaj kësaj pyetjeje. 1 Korintasi 2 na tregon që vetëm fryma e Perëndis njeh mendjen e Perëndis. S'ka nevojë Perëndia për këshilltar, sepse njeriu, sepse ai ka një urtësi të përjetshme dhe të pafundme. Jobi 41, vargjet 11, Pali shkrua në kapitullin e 30, në vargun e 35, apo kush i dha më përpara atij dhe ai të marrë shpërblim. I ka hyrë dikujt Perëndia në borxh? I ka hyrë dikush, i ka bërë diçka a favor Perëndis dhe tani Perëndia i është kaq borxhlik këtij saqë duhet ta shpëtoj. Edhe këtu përgjigjja është e njëjtë. Jo, nuk ka askush që i ka hyrë në borxh Perëndis, që Perëndia të mund të shpëtojë këtë person. Nuk ka hyrë askush në borxh ndaj Perëndis, që Perëndia të jap frymë në mushkëri sot. Gjithçka është hiri i Perëndis. Perëndia ka treguar hir ndaj nesh që ne sot jemi këtu, që ne po marrim frymë, që shikojmë telefonin në mëngjes, ose që pim ujë, që ham bukë, është hiri i Perëndis, që kemi diell, që kemi shi, është hiri i Perëndis mbi ne të gjithë. Nëse ne flasim për drejtësi, ajo që ne marrim me drejtësi është dënim direkt. Nuk ka nevojë fare as për mëshirë, as për hir, as për makinë, as për punë, as për shkollë. Direkt ne nuk meritojmë një frymë jete për shkak sepse kemi shkelur fjalën e Perëndis. Perëndia i tha Adamit në momentin që te ha nga ky frut, ke për të vdekur. Ky ishte dënimi. Kush mëkaton, ka për të vdekur. Nga e dim ne që gjithë njerëzit mëkatojnë, sepse të gjithë kanë për të vdekur. Dhe është hiri i Perëndis dhe mëshira e tij. Çfarë ne kemi është e tija dhe është gjithçka si dhuratë, sidomos shpëtimi është tërësisht dhuratë. Hiri e kemi parë që Perëndia kaq shumë e deshi botën, saqë e dinte që asnjë njeri nuk mund të shpëtojë veten e tij pa duke bërë vepra të mira, duke bërë çfarë duash ti, nuk mund të shpëtonte veten e tij, saqë dërgoi birin e tij shumë të dashur. Krishti erdhi vetë Zoti Jezus në tokë, jetoi një jetë të përsosur për 30 vjet me radhë, pa mëkatuar, jo si ne. Nuk mëkatoi dhe për shkak të dashurisë shkoi në atë kryq. Për shkak të dashurisë sepse tha, unë do të shpëtoj nëpërmjet kësaj mënyre ata të cilët Ati ka zgjedhur për shpëtim. Shkoi në kryq sepse e dinte shumë mirë që vetëm nëpërmjet gjakut dikush mund të shpëtojë, jetë për jetë, ose vdes ti, ose vdes Krishti në vendin tënd. Dhe të tretën ditë Perëndia e ngjalli prej të vdekurit që të ishte dëshmi që në kryq mëkati yt u pagua, dhe të tretën ditë nëse ti pendohesh dhe beson përpara Perëndis, ti je i falur dhe i drejtësuar para Perëndis, ti qëndron sikurse Krishti dhe Perëndia në kryq shikon mëkatet e tua tek Krishti, dhe ky shpëtim është tërësisht dhuratë, hiri. Dhe Perëndia s'ka rival. Nuk ka asnjë që është i barabartë me të. Isaia 40, nëse e lexoni gjithë kapitullin, e bën të qartë shfaqjen e lavdisë së Perëndis si krijues,
si mbrajtës, si sovran mbi gjithçka. Merrni sa besime të doni, sa zotër, sa idhuj të krijuar nga njeriu, dhe askush nuk krahasohet me të. U përpoq Buda, u përpoq Muhamedi, u përpoq filani, u përpoq Fisteku, dhe asgjë, askush nuk krahasohet dot me vetë Perëndin e gjallë. Idhuj krijoi njeriu, por askush nuk i afrohet. Të gjithë thonë, bëj vepra të mira, po tua heqësh emrat, të gjithë duken të njëjtë. Bëj vepra të mira dhe shkon tek Zoti. Por kjo është shumë e qartë që nuk është diçka e krijuar nga njeriu. Pse? Sepse thotë që edhe po bëre gjëra të mira ti, nuk vete dot tek Zoti, sepse është e pamundur me anë të drejtësisë sate. Ti je shkelës dhe për shkeljen tënde meriton gjykim. Por Perëndia i mbushur në hir dhe mëshirë derdhi dashurinë për hatrin e të zgjedhurve të tij. E shikoni si e mbyll kapitullin pali, se prej ti dhe nëpërmjet ti dhe për të janë të gjitha. Ati i qoftë lavdia në shekuj. Amen, thot. Prej ti, burim i gjithë shkaje, burim i gjithë krijimit, iniciusi dhe krijuesi është vetë Perëndia. Nëpërmjet ti, ai mban gjithçka, asgjë nuk rri pa të, asgjë nuk ndodh pa fjalën e tij, pa lejen e tij, dhe për të çdo gjë i shërben atij. Ai është qëllimi i gjithçkaje. Për lavdin e tij ndodh gjithçka. E çfarë është kjo? Për të janë të gjitha. Te Kolosianët pali na e bën të ditur se çfarë do të thotë kjo gjithçka. Kapitulli i parë, vargu 16, sepse në të, pra në Krishtin, u krijuan të gjitha gjërat në qiej, mbi tokë, të dukshme, të padukshme, qoftë frone, zotrime, pari, qoftë pushtete, të gjitha janë krijuar nëpërmjet tij dhe për të. Perëndia është burimi, është mbajtësi, dhe ai është qëllimi i gjithë krijimit. Atij i qoftë lavdia në shekuj. Në shekuj, ndryshe mund të themi për jetë. Perëndis i qoftë lavdia në përjetësi, sepse gjithçka është për lëvdimin e tij. Gjithë krijimi Perëndia e bëri, jo se s'kishte çfarë bënte, e bëri për të marrë akoma dhe më shumë lavdi. Pse e shpëtoi njeriu që të mund të merrte akoma dhe më shumë lavdi? Pse zgjodhi Izraelin për nderin dhe për lavdinë e tij, një popull shumë herë më i vogël se sa popujt rreth e tij, se Egjipti, se Babilonia, se Persia, dhe ka mbjetuar historisë që ai popull të mund të japë në fund nder dhe lavdi e emrit të tij. Pse zgjodhi kombet Perëndia? Për nderin dhe për lavdinë e emrit të tij. Gjithçka që ai bën është i frymëzuar për nderin dhe për lavdinë e tij, dhe për asnjë gjë tjetër. Nuk pyet ai se ka nevojë Noeli, se ka nevojë ky tjetri, ka nevojë ky tjetri. Jo, gjithçka që Perëndia bën e ka bërë për nderin dhe lavdinë e tij. Arsyeja pse ai ka lejuar, sepse në atë mënyrë emri i tij merr më shumë nder dhe lavdi. Ne mund kemi shumë pyetje, po pse o Zot, po pse o Zot? Po a e pam, kush e njohu mendjen e Zotit, kush u bë këshilltar i tij, kush i dha më përpara dhe ai të marrë shpërblim. Sa të padepërtueshme janë gjykimet e tij, sa të pagjurmueshme udhët e tij. Nuk e di njeri pse, se di unë. Vetëm ai e di, por në atë mënyrë që ai ka lejuar, ai ka për të marrë nder dhe lavdi. Dhe mbyll pali, amen, thot, kështu u bëft. Dhe ne sot, dhe të gjithë njerëzit që marrin prej fjalës së Perëndisë dhe që lexojnë dhe që e studiojnë, çfarë duhet të jetë përgjigjja jonë ndaj këtij pasazhi? Si pali duhet të jetë adhurim tek zbulesa. Kjo ka për të ndodhur një ditë, por duhet të ndodhë që me ne në zemrat tona sot, jo kur këndojmë sot, ose edhe gjatë javës, ose edhe të dielën tjetër, dhe në dielën vazhdim. Nuk duhet të jetë këngët për shkak se i kemi aty, duhet të jenë të frymëzuara nga brenda, ti këndojmë me të vërtetë, që ti vërtet e beson thellësinë e dashurisë së Perëndisë, se ti vërtet e beson ato fjalë që kënduam, gjak yt më ka larë nga çdo mëkat. Pse e këndon atë? Se e shkruan në ekran apo se e beson? Adhurimi vërtet vjen nga një teologji e pasur e vërtet. Atë e thot shkrimi, prandaj ne e këndojmë. Dhe te zbulesa, kapitulli 5, vargje 13 deri në 14,
Ky adhurim është në qiell dhe do të vazhdojë në përjetësi. Zërat tanë të dielave ose gjatë javës kur bashkohen, thjesht i bashkohen këtij kori të përjetshëm. Dhe thot Gjoni shkruan se çdo krijesë që është në qiell dhe mbi tokë dhe poshtë tokës dhe në det dhe në të gjitha që ndodhen në ta, e dëgjova duke thënë: Ati që rri ulur mbi fron dhe qengjit u qofshin bekimi dhe nderi dhe lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve dhe të katër gjallësat thonin amen dhe pleshëran përmbys dhe adhuruan. Tek Psalmi 22 gjithmonë shikojmë pjesën e parë të psalmit që flet për profecinë se si Krishti shpëton njerëzimin. Dhe shumë pasazh i pasur, por harrojmë fatkeqësisht pjesën e dytë, se si gjithçka në fund të historisë, kur Perëndia të ketë mbledhur gjithë këta të shpëtuarit, ka për të treguar gjithë lavdinë e tij, ka për të treguar njerëzimit, atyre që janë shpenguar, shikoni këtë gjë, akoma më shumë lavdi marr unë për shkak të kësaj që bëra. Dhe të gjithë po atë ditë kanë për të rënë në adhurim ndaj shumë të shenjtit, ndaj Perëndisë së përjetshëm. Prandaj sot, në qoftë se Zoti Jezus nuk është Zoti dhe shpëtimtari i zemrës sate, duhet ta dish një gjë, që vetëm nëpërmjet tij ti mund të shkosh në parajs, vetëm nëpërmjet tij mund të jesh i drejtë me Perëndin. Dhe Bibla na tregon që sot është dita në të cilën ti dëgjon për Ungjillin dhe sot duhet të vish në pendim, sepse të nesërmen skurr nuk i dihet. Dhe në qoftë se ti vetë Perëndia ka shpenguar jetën tënde dhe ti vërtet je penduar për mëkatet e tua dhe beson në Zotin Jezus si Zotin dhe shpëtimtarin tënd, fjala e Perëndisë na thot që kjo është e vërtet, kjo ka për të ndodhur. Premtimet që gjejmë në këtë fjalë kanë për të përmbushur, sepse është një Zot që nuk gënjen. E mban premtimin me Izraelin, ka për ta mbajtur premtimin te ty. Dhe përgjigja e shenjtorëve, atyre që Perëndia ka shpëtuar, është të bien në adhurim ndaj tij. Le të lutemi. O Atë, o Perëndi i përjetshëm dhe i lavdishëm, sa e mrekullueshme që është fjala jote, ti je i krahasueshëm me askën, nuk ka askush që krahasohet me ty. Përpjekur ndër shekuj njerëzit për të imituar sadopak ty, por askush nuk është i ngjashëm me fjalën tënde, askush nuk është i ngjashëm me ty. O Perëndi, faleminderit për mëshirën, për hirin tënd që demonstrove ndaj nesh, që teksa ne ishim ende mëkatar, ti dërgove vetë Zotin Jezus që të mund të na shpëtonte. Faleminderit që ai u bë mëkat për ata që nuk njihnin mëkat, që kushdo që beson në të është drejtësia e Perëndisë në këtë, në Krishtin. Faleminderit për hirin tënd në këtë ditë që na ke dhënë mundësi që të jetojmë dhe të marrim prej fjalës sate. Zot, faleminderit për besnikërinë tënde ndaj Izraelit. Faleminderit që ne e dim që ti e mban fjalën tënde, sepse ti do të mbash dhe ke për të dhe e ke mbajtur fjalën tënde me ta. O atë lutem për zemrat e shenjtorëve të tu që të bien si pali në adhurim ndaj fjalës sate, që jetët e tyre të japin nder dhe lavdi emrit tënd. Zot, lutem për ata që janë këtu sot në mezin tonë që nuk të njohin ty si Zotin dhe shpëtimtar. Zot, ti i njeh zemrat, ne nuk jemi të gjithë ditur, ne e pam që vetëm ti je i gjithë dituri. Zot, lutem që zemrat e tyre të mund të hapen ndaj Ungjillit tënd të çmuar, që të kuptojnë që përpara teje vetëm Krishti mund t'i shpëtojë. Në emrin e Zotit Jezus, në emrin e të çmuar të vetmit shpëtimtar që kjo botë ka, lutem. Amen.